Universiteti Epoka ka mbledhur sot përfaqësues të institucioneve të larta arsimore për të diskutuar mbi projektin I cili garanton cilësinë e universiteteve private. Universiteti Epoka ka çelur dyert për të mirëpritur përfaqësues të universiteteve private nga Shqipëria e Kosova, si dhe 3 përfaqësues nga Salzburgu, Gjenova dhe Bukureshti, të cilët janë pjesë e takimit të parë në kuadër të projektit Erasmus+ për ngritjen e zyrave që do të garantojnë cilësinë e universiteteve. Është takimi nismëtar I fillimit të projektit në lidhje me fuqizimin e strukturave të sigurimit të cilësisë në institucionet private të arsimit të lartë në Shqipëri dhe në Kosovë dhe është një projekt I financuar nga programi Erasmus+ I Bashkimit Evropian. Takimi treditor do të jetë në nivel teknik për të përmirësuar mësimdhënien dhe mësimnxënien në universitetet private në Shqipëri. Në universitetin ton, sigurimi I cilësisë është kushtuar gjithmonë një përparësi e madhe që në themelimin e tij, por besojmë që nëpërmjet thithjes së përvojave dhe praktikave më të mira europiane në këtë fushë do të jepet një stimul I ri. Në përfundim të këtij projekti në 2018, të gjitha universitetet private do të kenë ngritur brenda tyre zyrat për sigurimin e cilësisë.